يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فالله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Nuk e merr besimtari qafirin mik e me i lon besimtarët, ose përveç muslimanëve, nuk merr mik tjetër. O me yef'al dhalike felejse min Allahi fi shay. Kushdo që e bën këtë, te Allah subhanahu wa taala s'ka gjë, hiç s'ka sen. Illa an tattaqu minhum tuqa. Përveç në rastet kur bëni mashtrime për ta për shkak të ndonjë frige ose rreziku. Wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa. Wa tërheq Allahu vërejtjen. Wa ila Allahi al-masir. Te Allahu keni mu kthy. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Thuaj, nëse e mshifni në gjoksat e juve ose e shfaqni, Allah subhanahu wa ta'ala e din. Wa ya'lamu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Allah subhanahu wa ta'ala e din se çka ka në qiell dhe në tokë. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala për çdo gjë është i mundshëm. Kjo është kuptimi i ajeteve. Përkthimi i ajeteve. Kurse kuptimi i ajeteve është ndalesa që Allah subhanahu wa taala e ka bërë për besimtarët, mos me i pas miq ata të cilët nuk janë besimtarë. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Nuk e bën besimtari këtë punë që të i merr qafirat miq përveç muslimanëve. Mik është ai të cilit i besohen sekrete. Ky është mik. Kurse të tillë besimtarët nuk kanë drejt me pas. Thot Allahu subhanahu wa taala në ajetin tjetër: Innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu. Mik i juve është vetëm Allahu, i dërguari i Allahut dhe besimtarët. Kushdo që ka mik tjetër përveç këtyre treve, nuk është musliman. Innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu. Mik i vetëm për juve është Allahu, i dërguari i Allahut dhe muslimanët. Pra, të tillë të cilët i duam dhe u besojmë edhe sekretet e tona, janë vetëm Allahu, i dërguari i Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët. Tjerë nuk ka. Të tjerët mund me qenë që punon me ta, mund me qenë që je kujshi me ta, mund me qenë që të lidh diçka, por nuk e kanë nivelin e miqësisë, as nuk e kanë nivelin e dashurisë, as nuk e kanë nivelin e besimit të sekreteve përveç këtyre treve. Kushdo që e ka dikën tjetër të tillë përveç Allahut dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve, i tilli nuk është besimtar. O me yef'al dhalik, nëse kushdo që e merr mik dikën tjetër përveç muslimanëve, felejse min Allahi fi shay. Ai te Allahu s'ka shkalyp kur gjë hiç. Felejse min Allahi fi shay, te Allahu subhanahu wa taala nuk ka shkalyp. Ajo që e lyp min ata Allahu është xheneti.
ajo të cilën besimtarët muslimanët e lypin te Allahu subhanahu wa taala në botën tjetër është xheneti. Dhe mbrojtja prej zjarmit të xhenemit. Kushdo që ka marrë mik dikën tjetër përveç Allahut, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe besimtarëve, tamam ti ke marrë për veten këtë dunjë. Veç te Allahu subhanahu wa taala nuk i hisë, s'ki pjesë, s'ki shalyp te Allahu. Nëse kushdo që e merr këtë, Allah subhanahu wa taala ka kushtuar se nuk mundet me lyp te Allahu. Illa an tattaqu minhum tuqa, përveç rasteve në të cilat duhet me bë lëvizje për me u shmang rrezikut të pabesimtarëve. Në rastet e tilla lejohet shqiptimi i fjalëve të kufrit pa mos e pas besimin në zemër dhe pa i veprue veprat, do të thonë nuk lejohet me vepru, lejohet vetëm me fol dhe me atë që fol mos me i dëmtue muslimanët. Illa an tattaqu minhum tuqa, lejohet me shfaq miqësi ndaj tyre me fjalë në rast se ka rrezik për jetën e muslimanëve ose rrezik të nivelit të lartë për me met me pasoja të përjetshme, i lejohet muslimanëve me shfaq dashuri ndaj tyre, me shfaq kinse ata janë miqtë e tyre me gjuhët e muslimanëve, vetëm me gjuhë. Dhe këtë e lejon fjala e Allahu subhanahu wa taala illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Lejohet shqiptimi i fjalëve të kufrit të ata të cilët janë të detyruar me dhunë, se duhen me i myt, ose duhen me i bë dëmtime me pasoja të rona të përhershme, lejohet me shqiptu ose me lejohet me ju thonë atyve, ose lejohet më paraqit kinse ata janë miqtë e juve, kinse ata janë të dashurit e juve dhe të tjerë, me kusht që me qenë vetëm fjalë, mos me qenë bindje me zemër, dhe këta e din gjithë secili për veten e vet. Kjo është e para. E dyta, mos më konë veprim, nga se lejohet shqiptimi i kufrit, por nuk lejohet veprimi. Në rastet të dhunës lejohet shqiptimi i kufrit, por nuk lejohet veprimi, nuk lejohet me bë vepra. Dhe kushti i tretë, me fjalën që e fol mos më dëmtua kërkush për muslimanëve. Nga se nëse dëmtohet dikush për muslimanëve, kjo jo që lejohet por nxjerr njeriu prej feje. Nëse bëhet kufri me vepër, jo me fjalë, gjithashtu nuk lejohet dhe jo që nuk lejohet, por nxjerr njeriu prej feje. Dhe nëse ajo që thon me fjalë është edhe me zemër, jo që nuk lejohet, por nxjerr njeriu prej feje. Pra, la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin, besimtarët nuk e bën këtë punë me marr mik qafirin kundrejt muslimanëve, ose anash muslimanëve, ose përveç muslimanëve. Wa ma yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay. Kush e bën këtë realisht nuk ka te Allahu subhanahu wa taala kur gjë, nuk është besimtar. Illa an tattaqu minhum tuqa, përveç në rastet në të cilat është i detyruar për shkak të dhunës. Dhe në këtë rast lejohet vetëm shqiptimi i kufrit, nuk lejohet veprimi dhe me atë nuk duhet më konë me zemër ai shqiptim dhe nuk duhet më dëmtue dikush prej muslimanëve në favor të jo muslimanëve. O yuhadhirukum Allahu nafse. Allah subhanahu wa taala u tërheq vërejtën mos gaboni me bë këtë vepër. Allah subhanahu wa taala u tërheq vërejtën mos gaboni me bë këtë vepër, me i miqësua ata të cilët nuk janë musliman, anash muslimanëve. O ila Allahi al-masir, se te Allah keni më kthy. S'keni më kthy te pabesimtarët. In tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Nëse e mshefni atë që keni në gjokset e juaj, këtë rast dashurinë për jo musliman, miqësinë për ata të cilët nuk janë besimtarë. Nëse e mshefni, e mani msheft, kërkush për muslimanëve se di.
ose e publikoni. E din disa për muslimanëve, ç'është do që të jetë? Ya'lamuhu Allah. Allahu subhanahu wa ta'ala di. Wa ya'lamu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Duhet me ditë se Allahu subhanahu wa ta'ala din çdo gjë që ka në qiell dhe në tokë. Edhe din ata që kena në zemrat e tona. Edhe nëse ka dikush në shef, dikon që e ka mik që nuk i beson Allahu dhe nuk i beson të dërguarit e Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe ta din se nëse njerëzit nuk e din, Allahu subhanahu wa ta'ala e din. Wallahu ala kulli shay'in qadir, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala për çdo gjë është i mundshëm. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.